Shtetet e Bashkuara po përpiqen të marrin një rol udhëheqës në menaxhimin e pasojave të luftës në Gaza, ndërsa presidenti Donald Trump do të drejtojë takimin e parë të ashtu quajtur Bordi i Paqes të platformën diplomatike që synon të koordinojë sigurinë dhe ndihmën humanitare dhe rindërtimin e territorit palestinez. Takimi do të zhvillohet në selinë e United States Institute of Peace në Washington, institucioni që së fundmi është riemërtuar me emrin e presidentit. Gjatë fjalës së tij, Trump pritet të njoftojë se vendet pjesëmarrëse kanë premtuar rreth $5 miliardë si pagesë fillestare për fondin e rindërtimit të Gazës, një shumë që konsiderohet vetëm hapi i parë përballë nevojave shumë të mëdha financiare. Sipas zyrtarëve amerikanë, një pjesë e konsiderueshme e këtij fondi vjen nga aleatët arab të Washingtonit në gjirin persik, përfshirë Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Kuvaiti, të cilët kanë kontribuar nga $1.2 miliardë secila. Paratë synojnë të mbështesin rindërtimin e infrastrukturës, shërbimeve bazë dhe furnizimin për ndihmë për popullsinë civile. Çështjet më të ndjeshme që pritet të diskutohen janë çarmatimi militantëve të Hamasit, organizimi i administratës së sigurisë në terren dhe garantimi i rrjedhës së ndihmave humanitare. Gjithashtu disa vende po shërtojnë dërgimin e mira trupave në kuadër të një force ndërkombëtare, stabilizimi që do të ishte si mision ruajtje e rendit dhe parandalimin e përshkallëzimit të ri të dhunës. Megjithatë, nisma shoqëruar me kritika, bordi përfshin Izraelin, po jo përfaqësues palestinez, çka ka ngritur dyshime mbi përfaqësimin dhe legitimitetin e procesit. Po ashtu sugjerimi i Trumpit se kjo platformë mund të trajtojë dhe konflikte të tjera globale ka shtuar shqetësime se mund të zbehet roli tradicional i organizatave të Kombeve të Bashkuara si forumi kryesor për diplomaci ndërkombëtare. Në takim pritet të marrin pjesë delegacioni me 47 vende dhe Bashkimi Evropian nga shtetet e ndryshme, përfshirë edhe vende të Ballkanit. Megjithatë, në listë mungojnë disa nga anëtarët e përhershëm të Këshillit të Sigurimit të OKB-s, si Franca, Britania, Rusia dhe Kina, gjë që mund të kufizojnë ndikimin si peshën politike të vendimeve që do të merren. Efektiviteti i kësaj nisme do të testohet në javë dhe muaj në vijim, ndërsa situata humanitare në Gaza mbetet kritike dhe presioni ndërkombëtar për një zgjedhje të qëndrueshme vazhdon të rritet.